Po mirë, pse sa është marzhi fitimit? Ju që me çfarë ke shitur ideja apo sa është marzhi fitimit që duhet fitosh nga një investim? Blerje, shitja. Shiko, kjo duhet parë, kam përshtypjen edhe në varësi të zonës, paktën në pjesën e Tiranës, neve operojmë më shumë në zonën, unë personalisht operoj më shumë në zonën e Astirit, unë AZSR. Kami pak fushën e aviacionit ose zonën përreth. Përgjithsisht, opsionet që dalin aty, marzhin e fitimit për investitor mund ta kenë plus minus gjithmonë duke hequr rastet ekstreme që mund të gjesh me një çmim shumë të mirë ose çmim okazion, plus minus varion tek 20-ja, po them 20 deri në 15.000 euro mund të jetë marzhi i fitimit duke hequr të gjitha kostot, blerjen, investimet që mund të bëhen 20.000 euro për një shitje, një shtëpi, një lëvizje. Për një apartament, në raste se ti e gjen me një çmim po them të mirë. Të paktën me raste që po hasim ne për ditë, po them mund të zgjasë një periudhë plus minus 1 muaj deri 1 muaj e gjys, por gjithmonë në bazë të çmimit që ti e nxjerr pronën në treg. Nëse çmimi është çmim real në raport me zonën, po shiten po them në këtë periudhë kohore që është maksimumi 1 muaj.